Problemi kryesor këtë vend është Albin Kurti. Pa je Albin Kurti nuk ka rahatin këtë vend. Dhe në pushtet, ose koalicioni qeveritar tregon sakt se kjo qeveri, ky njeri nuk i interesojnë problemet e qytetarëve, nuk i interesojnë hallet e qytetarëve. Dhe dua ta përsëris, problemi kryesor këtë vend është Albin Kurti. Pa je Albin Kurti nuk ka rahatin këtë vend. E po, prap qytetar dashur, nëse ju mendoni që duhet prap dilni votoni, sa herë shkojnë në zgjedhje votoni njërin e njëjtë. Ama dhe nas kena munal të ju tregu kush është ky njeri. Ky njeri i cili veç dami ka sjell këtij vendi. Ky njeri i cili çdo gjë që ka prejnë këtë vend e ka shkatruar. Sot qasja e deputetëve të mazhorancës në këtë kuvend flet shumë mirë për gjendjen cilën e kanë pru Kosovën. Ky ka qef me lu me shifra, me tregu pralla, po e keni pas sa herë ballafaqohet me realitetin ky gabon, ja huq çish ka huq me detyrat matematikore të klasës 5 atje. Tha edhe pse sot jena pak, prap jena ma shumë. Jo, nuk jeni ma shumë, sepse jeni 1% e grupit parlamentar, ndërsa na jemi mbi 50% grupit parlamentar prezent. Dhe nuk është përgjithësia e opozitës me bërë këtë vend. Përgjithësia e pushtetit, ta ka jep qytetari pushtetin me qeverisë, ta ka jep qytetari pushtetin me i zgjidh problemet, ta ka jep qytetari pushtetin me qëndru pranë tyre në kriza dhe jo me i braktis.